A do të sjell frika nga kamerat Safe City, rregull në komunikacion dhe më pak shkelje trafiku. Nga 1 janari 2026 në Maqedoninë e Veriut do të hyjë në funksion projekti Safe City, përmes të cilit kamerat e vendosura në rrugë do të regjistrojnë shkelje trafiku, ndërsa ndaj kundërvajzëve do të shqiptohen gjoba të rënda, përfshirë edhe dënime me burg dhe konfiskim të përhershëm të automjeteve. Numri i shkeljeve të regjistruara në periudhën e testimit është alarmant. Kamerat e Safe City kanë regjistruar deri në 11.000 shkelje në ditë. Pjesa më e madhe e tyre janë për te kalim shpejtësie, kalim në tërkuqe dhe parkim të gabuar. Çka parashojnë ndryshimet e ligjit për sigurinë në trafikun rrugor? Ministria e Punëve të Brendshme njofton se me ndryshimet e reja do të ndalohet përdorimi i celularëve dhe pajisjeve elektronike, jo vetëm për shoferët, por edhe për këmbësorët e ciklistët. Projekti Safe City, përveç kamerave fikse, parashikon edhe automjete me kamera për përcaktimin e shkeljeve në trafik, shtigje bicikletash, trotuare e zona të gjelbra. Të shohim se cilat qytete përfshihen. Sistemi fillimisht do të zbatohet në Shkup, Tetov dhe Kumanov, ndërsa deri në mesin e vitit 2026 synohet të mbulohet i gjithë territori i vendit, përfshirë edhe koridorin 8 dhe koridorin 10. Maqedonia e Veriut ka gati 2 fiqin e mesatares evropiane sa i përket vdekjeve nga aksidentet. Vetëm në vitin 2024, në aksidente trafiku në Maqedoninë e Veriut humbën jetën 142 persona, shifër që sipas autoriteteve e bën të domosdoshëm ashpërsimin e masave ndëshkuese. A do të sjellin këto masa gjoba më shumë apo kujdes më të madh?